Janë dosje që kryesisht kanë qenë të varura nga bashkëpunimi ndërsjellës ndërkombëtar dhe kanë qenë aleatët tanë, ata që bashkëpunojnë me ne këto institucione që e kanë ndihmuar, kanë asistuar jo vetëm me teknike, me të gjitha ato aparature që ne kemi aty, por edhe me një dokumentacion shtesë që është kërkuar dhe një nga ndihmat që japin ekspertët që punojnë në këto institucione është edhe që një afat 6 muaj dhe 1 vit për të bërë një veprim në kuadrin penal bashkëpunimit ndërkombëtar, ata e bëjnë për 2 orë me një telefon. Kështu që këto kanë përshpejtuar shumë procese dhe tani ne jemi në një fazë që disa prej këtyre dosjeve edhe për shkak të bashkëpunimit kaq të fuqishëm me partnerët ndërkombëtar kanë ardhur drejt fundit ku do të duhet të merret një masë, siç tha dhe zoti Garanxha, por sigurisht po flasim për vepra shumë të rënda transnacionale, jo të lidhur me Shqipërinë. Sidomos për personat të cilët dihet nga ana e institucioneve ndërkombëtare çfarë roli kanë dhe duhet të provohen këto nga ana e gjykatave, pra sfida është e prokurorisë së gjykatave shqiptare. Pra, ne po flasim për krimin organizuar. Po? Qo për krimin organizuar, qo për lundë kundër korrupsionit. Ne po flasim për krimin organizuar me segmentet klasës politike shqiptare, nuk po flasim për apo vetëm krimin organizuar. Na lidhen nga një herë klasa politike me krimin organizuar. Si nuk lidhen ato, lidhen shpesherë, jo disa herë. Mirë, edhe në disa për që përmend, por rezervohem të japë më shumë detaje.